të kalojmë tek kontakti I parë që keni patur me UÇK-n, a e dini nëse dikush apo ndokush që vepronte në emër të Shteteve të Bashkuara bëri kontaktin e parë me UÇK-n? Kur pra ndodhi kjo që dikush një përfaqësues I Shteteve të Bashkuara pati kontaktin e parë me UÇK-n? Përgjigje, kjo është pyetje e thjeshtë për të përgjigjur, do duhet ishte kështu, por nuk është në fakt pyetje e thjeshtë. Problemi I madh natyrisht është se EÇK-ja ishte me UÇK-n ishte pa aftësia dhe pa mundësia për të gjetur një lider, një udhëheqje aty, për të gjetur njerëz që mund të flisnin me autoritet. Pra Robert Gelbart, I cili kishte mbajtur pozitën që kisha mbajtur unë deri në momentin që ai ishte kërkuar të përqendrohej tërësisht në Bosnjë, që pra bëhet fjalë për majtën 98-s, ai kishte patur disa takime me shqiptarët të Kosovës në Zvicër dhe kishte dëgjuar se ata ishin përgjegjës të UÇK-s. Nuk mendoj se kjo është e vërtetë dhe nuk ka patur asnjë provë që mund të sugjerojë që ata ishin në fakt të tillë, pra si udhëheqës të UÇK-s. Dhe nuk më kujtohet kush ishin ata, kërkoj ndjes, por e di që janë bërë përpjekje nga ai ka bërë përpjekje dhe të tjerë kanë bërë përpjekje për të gjetur se kush ishte për të zbuluar kuptuar se kush po hiqte UÇK-n. Kjo ishte e qartë nga ato biseda se njerëzit me të cilët kishte biseduar ishin njerëz që zakonisht kishin simpati të madhe ndaj qëllimeve të UÇK-s. Pra që për ku ishte një ligje më shpejt dhe për shpejtuar drejt pavarësisë, por nuk ishte qartë fare se ata kishin ndonjë gjë për thënë lidhur me to më shumë se sa dikush tjetër. Pyeti, ju përmet ambasadorin Gelbart, në një moment të caktuar ambasadori Gelbart e ju referua UÇK si të organizatë terroriste? Përgjigje po. Dhe kjo ishte pjesë një disa ngjarjeve në VMC që sollën çështjen e Kosovës në një nivel krize. Pra ambasadori Gelbart, si shumë zyrtar të shërbimeve të jashtme të tjerë, mbështeti shumë në përvojat të kaluarës. Përvojat e tij të kaluarës kishin qenë në Amerikën Latine, ku ai ishte kishte trajtuar problemet e tregtisë së narkotikëve dhe çështjet e tjera që përfshinin krimin organizuar. Në një moment të saktuar bëri një deklaratë të tillë dhe tha se ishte marrur kishte trajtuar pra çështjet e tilla me organizata të ndryshme kriminale dhe përdori termin terrorist dhe se ai e konsideronte pra UÇK-n si terrorist. Kjo ishte në shtyp, ishte koment që ai bëri për shtypjen dhe kjo ndodhi me një herë, pak kohë më pas një incidenti të cilën forcat e sigurisë serbe rrethuan shtëpinë e familjes Jashari dhe për pasojë të gjithë u vranë aty. Kjo ishte një shpërthim I madh I veprimeve armiqësore, pra pati shumë kritikan se lidhur me deklaratën e zotit Gelbart, pra se UÇK-ja ishin terroristë dhe se kjo kishte një farë mënyrë për shpejtuar këtë ngjarje të veçantë, zhvillimin e kësaj ngjarje, pra nga të shkaktuar nga forcat e sigurisë serbe. Dhe në një farë mënyrë ndjej se zoti Gelbart, pra Gelbart kishte sikur se kishte dhënë dritë njëshile që kjo të ndodhte. Besoj që duhet të shoh që nuk ka prova për një gjë të tillë, por kjo është sigurisht ajo që është diskutuar, pra se nëse I dërguari amerikan e quan UÇK-n terrorist, kjo në një farë mënyrë jep sinjal serbëve që të bëjnë lëvizje kundër tyre. Gelbart pastaj mori qëndrimin shumë të ashpër ndaj serbëve, pasi bën këtë gjë dhe u përfshi në këtë sulm kundër këtyre njerëzve dhe kjo përfshiu edhe bisedë shumë të ashpër që zoti Gelbart pati me Miloševićin, me pasojën që Miloševići tha se ai nuk donte dhe kjo pati për pasojë pra që Milošević deklaroi që nuk donte të takohej më me zotin Gelbart. Pra gjithë çështja në maj filloi me fjalimin apo komentet e zotit Gelbart lidhur me njohurinë që kishte ai të mëparshme nga përvojat e tij të mëparshme për kriminalët dhe terroristët në Amerikën Latine. Dhe kjo çoi kulminoi pra në këtë sulm mbi familjen Jashari. Pastaj më vonë Gelbart e korrigjoi
këtë qëndrim dhe Miloševiqi refuzoi që të takohej më me zotin Gelbard dhe pra u deshe të ndodhte diçka e tillë e rëndë. Kjo ishte diçka e rëndë, që çoi në diçka edhe më të rëndë që shkaktoi vdekje.